Një efektiv i forcave shqiponja ka mbetur i plagosur gjatë një operacioni për kapjen e një personi të shumë kërkuar në qytetin e Peshkopis. Sipas burimeve, ngjarja ka ndodhur në momentin kur forcat e policisë janë futur në një banesë trekatëshe për të arrestuar autorin e dyshuar. Gjatë ndërhyrjes, efektivi i shqiponjave Gentian Meda, 40 vjeç, është rrëzuar nga një mur rrethues në tentativë për të kapur të shumë kërkuarin, duke pësuar kështu dëmtime trupore. Efektivi i plagosur fillimisht ka marrë ndihmën e parë në spitalin e Peshkopis dhe më pas është transportuar me helikopter drejt Tiranës për mjekim më të specializuar. Ndërkohë, policia ka vënë në pranga 35 vjeçarin Klodian Llomi Mazari, pasi akuzohet për veprat penale, organizat kriminale, shfrytëzim prostitucioni dhe trafikimi i lëndëve narkotike, vepra të kryera në Itali. 35 vjeçari ishte shpallur në kërkim pasi gjykata shqiptare ka njohur dënimin e gjykatës së apelit të Romës në Itali, ku ka për të vuajtur dënimin e mbetur prej 6 vite 7 muaj burg.